Ende pa hyrë në fuqi vendimi i zyrës së rregullatorit për energji për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16.1%, disa furra dhe një pjesë e gastronomisë kanë nisur ngritjen e çmimit të produkteve të tyre. Buka në disa furra është bërë 70 cent, nga 50 sa ishte deri tash, ndërsa në disa kafeteri çmimi i macchiatos së madhe është bërë 1,50 cent e në disa deri në 2 euro. Derisa disa veç i kanë ngritur çmimet, janë edhe të tjerë biznese që po paralajmërojnë ngritjen e çmimit të produkteve të tyre. Arsyetimi i tyre është se nuk kanë zgjedhje tjetër, pasi produktet bazë kanë pësuar ngritje çmimi, dhe për këtë edhe ata janë të obliguar të ngrisin çmimin e bukës dhe të kafes. Pronari një furre në qendër të Prishtinës, Hamës Osmanollaj për Arbresh Info, tregon se furra e tij ende nuk i ka ngritur çmimet, por që shumë shpejt do ta bëj. Një gjë e tillë sipas tij është e pashmangshme në ditët në vim. Aktualisht buka në këtë furrë është 50 cent, mirë po ditëve në vazhdim pritet të bëhet 70 cent. Jo, hala nuk e kemi rrit. A mendoni me i rrit çmimet? Po, besoj që po edhe ato shumë shpejt. Si faktor kryesor, po flitet rryma, çmimi i rrymës, mandej janë rritur shumë edhe tjerat produkte që na i shfrytëzojmë edhe i punojmë, siç janë kvasaqet dhe tjera gjona. Të na është hala 50 cent, ende 50 cent. E pas ngritjes çmimit? Pritet më bën 70. Qashtu besojmë, se nuk kemi të mujtë me qëndru, kemi shumë të dhona, janë shtetu ekstrem gjitha gjonat, jo sa rryma që po flitet, po janë shtetu dhe tjera gjona. Prej kuj furnizojme, s'kemi marrë kur fa sinjali që pritet më rritë çmimi, po sigurisht që po. Nga ana tjetër, disa pronar kafenesh në kryeqytet, të cilët zgjedhan të mbeten anonim, kanë bërë të ditur se rritja e çmimeve të produkteve të tyre është pasojë e dy faktorëve kryesor, përfshirë drejtimin nga furnitorët dhe rritja e tarifave të energjisë elektrike. Këto ngritje të pakontrolluara janë shqetësuese sipas ekonomistit Jakub Bellaqa. Ai për Arbresh Info thotë se rritja e çmimeve nuk është e justifikueshme dhe shpreh shqetësimin e mungesës së kontrollit shtetëror si pasojë së cilës ai thotë se po lë hapësirë për abuzime. Rritja e çmimeve, domethënë produkte elementare bazike, është e pajustifikueshme sepse këto çmime tregon që këto çmime nuk janë të kontrolluara nga shteti, mirë po do duhet të jenë të kontrolluar si çmimet ashtu edhe ekonomia do duhet të jetë e rregulluar. Gjithashtu si pasojë, si faktor që ka ndikuar si rrethon që është krijuar për shkak tarife, domethënë të rritjes së energjisë elektrike për 16.1%, domethënë që ka ndikuar, që ka vështirësuar zinxhirin furnizues, domethënë për të artikuj elementare bazike, edhe ka ndikuar që me 16% të dobëson fuqinë blerëse të konsumatorëve të ekonomisë familjare, gjithashtu ma shqetësuese është e ma ndihshme, sidomos te kategoritë me tyre të ulta, për shembull kategoritë pensionale, kategoritë me asistencë sociale, gjithashtu edhe te sektori privat. Ai kërkon nga institucionet përgjegjëse që të ndërmarrin masa në parandalimin e inflacionit në vend. Duhet masa kundër inflacionit, kundër çmimeve, sepse është normale për shembull po të ketë nëse ka inflacion apo ngritje çmimi 2 deri në 3% për shembull, brenda vitit, po jo për çdo muaj të ketë ngritje të çmimeve, nuk ka arsye ekonomike, për shembull një kafe po ndëgjojnë është trajtuar diku 1,5 € faktikisht për rrymë, për me shpenzu për shembull të rrymës për një kafe 30 sekonda në aparatin apo mekanizmit të cilët absolutisht nuk shpenzon rrymë keq. Gjithashtu për shembull sepse kosti është shumë i vogël edhe rrymës. Bellaqa pohon se mungesa e institucioneve funksionale po e përkeçon situatën duke krijuar një vakum politik që ndikon negativisht në marrëvajtjen e ekonomisë. Mosformimi i institucioneve, domethënë, është ndikon negativisht edhe në proceset ekonomike, sepse në këtë rast është një vakum institucional, sepse qeveria, derisa nuk ka qeveri për shembull, me kompetenca të plotë edhe që të veprojë, edhe që e ka mandatin e vetë, sigurisht ndihet sepse nuk ka funksionale qeveria në këtë aspekt, sepse nuk është qeveria do duhet zgjedhë sa më shpejt, edhe mas pari para qeverisë do duhet konstituar Kuvendi i Kosovës, domethënë kryetare me nën kryetarët e kryesia, në mënyrë që sepse kjo ndikon negativisht se nuk sundon ligji
Faktikisht është krijohet një bindje dhe një destabiliteti politik përkatëson të bëhet biznes. Ai kërkon që të ketë më shumë inspektor të tregut që të kontrollohen këto çmime. Në anën tjetër, autoriteti i konkurrencës ka reaguar lidhur me paralajmërimet për ngritjen e çmimit të bukës, kafes dhe produkteve të shportës bazike. Ky autoritet thosë se nuk ka mandat për të përcaktuar ose ulur çmimet, por ndërhyn kur çmimet përcaktohen në mënyrë të bashkërenduar ose artificiale nga ndërmarrjet konkurrente. Po ashtu ata kanë bërë të ditur se është duke u zhvilluar një analizë e thelluar e mbi 20 produkteve bazë për të analizuar arsyet e ngritjes së çmimeve në tregun e Kosovës.